Të dashur teleshikues, ju përshëndes, po japim lajmet në televizionin 4+. Festa e Pashkëve është të dielën dhe sipas Dom Pavlin Zefit nga Kisha Katolike Apostujve Pjetri dhe Pali, jemi në tradishin më të shenjtë të Pashkëve. E premtja e madhe e Pashkëve, ose e premtja e zezë, që është dita kur kujtohen vuajtjet dhe vdekja e Jezu Krishtit, fillon tradishin më të shenjtë të Pashkëve, thot Dom Pavlin Zefi nga Kisha Katolike Apostujve Pjetri dhe Pali. Pas 40 ditësh të kreshmeve, të cilët i kemi filluar me të mërkurën e përhime me datën 5 mars si vjet, kemi arritur në këtë periudhë të shenjtë, akoma më të shenjtë të kalendarit të kishës, që është tradishi i Pashkëve. Sigurisht, Kisha Katolike të njëjtën e madhe kremton në një mënyrë të veçantë 3 mistere të rëndësishme, të cilat janë themelimi e Eukaristisë, pra prania e Jezusit me nxënësit e tij në jetën e kishës në sakramentin e Eukaristisë. Pastaj sigurisht e lidhur ngushësisht me të është themelimi i meshtarisë, sepse meshtari është ai i cili e realizon Eukaristinë në histori, në përditshmërinë e botës. Ndërkohë që në këtë ditë Jezusi në darkën e fundit, duke pas larë këmbët nxënësve të tij, na jep edhe një urdhër të madh dhe jetëson urdhën e tij të madh të dashurisë dhe të shërbimit kundrejt vëllezërve. Pas kremtimit të kësaj dite të shenjtës vjen dita e premte. Dita e premte e cila në vetvete është një ditë, po themi kështu, zije për kishën, sepse e kujton atë moment aq dramatik, aq tragjik të vdekjes së Jezu Krishtit, birit e hyj në kryq. Sigurisht që vdekja e tij është një vdekje jo si të gjithë njerëzve, por është vdekje e cila sjell shpëtim, sjell shëlbim, sepse Jezusi është shpëtimtari i botës. Dom Pavlini ndan mesazhin e kësaj dite që është dashuria e Zotit për njerëzit. Sigurisht, Kisha e kremton me ritualet e saja këtë moment të kësaj të premte. Jo aq për të mbajtur zi për atë gjë çfarë ka ndodhur përpara 2000 vjetësh, por mbi gjitha për t'i kumtuar botës sot në këtë moment rëndësinë që ka besimi dhe mbi gjitha rëndësinë që ka dashuria, i duhet të ketë dashuria e Zotit për njerëzit, për botën mbar. E vdekja e Jezusit në kryq nuk është një vdekje e kotë, por siç thash, është një vdekje e cila sjell shpëtim. Shën Pali thotë se nëse ne vdesim bashkë me Krishtin edhe do të ringjallemi. Prandaj nuk mund të ketë festë të Pashkëve të ringjalljes pa vdekjen e Jezusit. Nuk mund të kemi të diel të Pashkëve pa të premten e madhe. Andaj urimi e mesazhi për të gjithë neve, për gjithë juve, është ky që ta kuptojmë si Jezusi e Zoti na don pafundësisht sa që të dhuroj jetën për neve. Gjykata e Fierit vendosi masën e sigurisë arrest me burg për goditje për shkak të detyrës për 2 nipërit e ish-kryetarit të Bashkisë së Mallakastrës, Agron Kaplanaj, dhe punojësi i kompanisë shkëlqimi 07, Gerald Kolçaku. Rreth orës 10 të ditës së sotme, në gjykatën e rrethit gjyqësor Fier, janë paraqitur 2 nipërit e ish-kryetarit të Bashkisë së Mallakastrës, Agron Kaplanaj, dhe punojësi i kompanisë shkëlqimi 07, Gerald Kolçaku, për t'u njohur me masën e sigurisë. Në dëshminë e tyre në polici, ata kanë pohuar se nuk e dinin që personat e kamufluar ishin agentë të BKH-s, në të kundërt nuk do të silleshin në këtë mënyrë. Trupi gjykues, i përbërë nga avokat Niko Bega, gjyqtar Alfred Konomi dhe prokuror Petrit Vukaj, pasi dëgjuan deklaratën e tyre, vendosën masën e sigurisë arrest me burg, ndërsa mbi të 3 këta shtetas rëndon akuza goditja për shkak të detyrës. Të martën në mbrëmje në Fier, 3 persona janë arrestuar nga policia pas një incidenti që ndodhi mes agjentëve të Byros Kombëtare të Hetimit, forcave të operacionales dhe disa të afërmëve të ish kryebashkiakut të Mallakastrës, Agron Kaplanaj. Në pranga janë vënë edhe 2 nipërit e ish kryebashkiakut të djathtë, Ledian dhe Claudio Kaplanaj, si dhe Gerald Kolçaku. Mbrëmjen e të njëjtës në Tiranë u plagosën 4 persona në një atentat me armë zjarri në zonën e Lundrës. 2 prej të plagosurve janë të mitur të moshave rreth 11 dhe 17 vjeç.
Mbrëmjen e së njëjtës në Tiranë u plagosën 4 persona në një atentat me armë zjarri në zonën e Lundrës në periferi të kryeqytetit. 2 prej të plagosurve janë të mitur të moshave rreth 11 dhe 17 vjeç. Po ashtu të plagosur mbetën dhe 2 shtetasit Kian Mullaj, 19 vjeç dhe Arenc Stafa, 34 vjeç. Mësohet se djali 11 vjeçar i është nënshtruar ndërhyrjes kirurgjikale dhe ndodhet në sallën e reanimacionit nën kujdesin e ekipit reanimator, ndërsa 3 të tjerët janë jashtë rrezikut për jetën. Nga informacionet e dhëna, 2 të plagosurit e mitur janë fëmijët e pronarit të kompanisë së sigurimit në Tiranë, Pelikani Security, Vesel Demiraj. Ata u qelluan me breshëri plumbash, teksa ishin duke udhëtuar me makinën tip G-klas. Pas hapjes së zjarrit, autorët u larguan nga vendngjarja. Atentatorët më pas kanë ndjekur automjetin e përdorur në zonën e Lundrës në një përpjekje për të humbur gjurmët. Uniformat blu të kryeqytetit kanë ngritur pika kontrolli në të gjithë zonën dhe në pikat kyçe të Tiranës për kapjen e autorëve. Ende nuk dihen motivet për ngjarjen e rëndë, ndërkohë që po punohet për zbardhjen e rrethanave të atentatit. SPAK u krijua për të goditur fenomenet që dëmtojnë shtetin, tha kryetari SPAK Altin Dumani sot para studentëve të Fakultetit Juridik të Universitetit të Durrësit. Kryetari i SPAK Altin Dumani vizitoi sot Fakultetin Juridik të Universitetit të Durrësit, ku para studentëve foli për punën dhe qëllimin e SPAK. Besimi dhe drejtësia janë 2 elementë të rëndësishëm, të cilët përbëjnë thelbin e çdo marrëdhënie. Pa drejtësi nuk mund të ketë paqe dhe pa llogaridhënie nuk mund të ketë demokraci të shëndetshme. Shteti së drejtës mund të realizohet vetëm me kontributin e të gjithëve. Dhe ne po përpiqemi të garantojmë që ligji të lexohet njësoj, pa privilegjuar disa dhe harruar disa të tjerë. Reforma në drejtësi e mbështetur dhe koordinuar edhe me partnerët tanë ndërkombëtar u realizua përmes ndryshimeve thelbësore, kushtetuese, ligjore dhe institucionale. Qëllimi i kësaj reforme është rritja e pavarësisë së sistemit, veçanërisht nga ndikimi politik dhe çlirimi i tij nga korrupsioni dhe paaftësia. Prokuria e posaçme dhe Byroja e Kombëtare e Hetimit, që të dyja së bashku njihen si struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, apo SPAK, u krijuan pikërisht për të goditur këto 2 fenomene që lëndojnë një shtet, e pengojnë shtetin të ecë para dhe estetin shpresën për një të ardhme më të mirë. Nuk do të ndalem në gjatë mbi çështje që ju i njihni, keni studiuar apo vazhdoni të studioni, por dëshiroj të ndalem tek ligji ynë organik nr. 95 i vitit 2016 për rregullat mbi organizimin dhe funksionimin e prokurisë posaçme dhe Byros Kombëtare të Hetimit. Ne në 12 dhe 13 këtij ligji përcaktojnë garantimin e funksionimit dhe pavarësinë e prokurorëve të posaçëm bazuar në parimet e ligjshmërisë, objektivitetit dhe panshmërisë. Altin Dumani foli edhe për garancitë ligjore të prokurorëve dhe hetuesve të posaçëm. SPAK ishte një ndër produktet e reformës së drejtësisë dhe në këto vite të punës së tij ka treguar se është i aftë të ushtrojë ndjekjen penale ndaj çdo subjekti, pavarësisht fuqisë politike, ekonomike apo lidhjeve që mund të ketë me botën e krimit dhe këtu kryesisht me botën e krimit të organizuar. Gjithashtu, SPAK ka përmbushur në mas të gjerë në vite rekomandimet e rezolutave të Kuvendit, Këshillit të Ministrave si dhe progres raportit të Bashkimit Evropian për Shqipërinë për vitin 2024. Ndjejmë përgjegjësi të veçantë për besimin që shoqëria shqiptare ka ndaj SPAK, por jemi të vetëdijshëm nga ana tjetër se ka shumë sfida ende për të shërnjosur korrupsionin e zyrtarëve të lartë dhe krimin organizuar. Ekipi U13 i Lushnjës me trajner Elidon Korreshin shpallet për herë të parë kampion i kategorisë së parë në futboll. Dje ekipi i Lushnjës fitoi ndaj ekipit Elbasanas Pepa me rezultatin 2-0. Dje në aneksin e stadiumit Roza Haxhiu është zhvilluar ndeshja e fundit e kampionatit kombëtar të futbollit për grup moshat U13 midis ekipit të Lushnjës dhe ekipit Elbasanas Pepa, e cila përfundoi me rezultatin 2-0 në favor të ekipit lushnjar. Golat u shënuan nga Daniel Sharka dhe Loen Liçka. Djemt në drejtimin e Elidon Korreshit, trajneri i ekipit, kanë dominuar që nga fillimi kampionatin, ku në 22 ndeshje kanë fituar 19, kanë barazuar 2 dhe kanë humbur vetëm një ndeshje me 59 pikë të grumbulluara.
Ekipi lushnjar e kishte siguruar një javë më parë titullin kampion për këtë edicion futbollistik 2024-2025. Administratori i klubit të Lushnjës, Marius Liçka, uroi ekipin për fitoren e merituar. Jemi mbledhur për këtë eveniment të rëndësishëm, do thosha, për qytetin tonë. Ekipi i U13-s qytetit është shpallur kampion në kategorisë parë me merit. Ju uroj suksese të gjithëve dhe suksese të bolit për këtë arritje të shënuar. Ceremonia e ngritjes së trofeut u zhvilluan mes entuziazmit të tifozerisë dhe futbollistëve fitues. Kryetari i shoqatës rajonale të futbollit Fier, Maksim Tegu, dorëzoi kupën e kampionatit dhe medaljet futbollistëve të vegjël. Ekipi Lushnja U13 shpallet për herë të parë kampioni kategorisë së parë dhe vitin tjetër do të ngjiten në Super League. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashk, mirupafshim.